Sa i përket besimit, pa diskutim një fenomen shumë i pranishëm brenda shoqërisë, sidomos viteve të fundit, kemi parazysh me shpopullimin. Ne gjithë jemi dëshmitarë se shumë zona, kryesisht zonat rurale, janë shpopulluar me tri që dëshirojnë ta ndërtojnë jetën e vet jo në Shqipëri, por në vende të ndryshme. Pa diskutim kjo është një sfidë. Nga niveli personal i besimit, pa diskutim që kemi një rritje sepse të gjithë ata që lindën në vitin 1990, përfshirë dhe mu personalisht, sot janë 35 vjetë, që do të thotë janë në një stat të pjekun dhe kemi të bajmë një farë mënyrë me breznit e parë të cilet janë le rrit me një ndjenjë besimit të konsolidume, të ushqyme, të ujitun, nëse mund shprehemi figurativisht nga dita në ditë. Edhe pa diskutim sot shoqënia besoj në një farë mënyrë të shijon këto breznit e reja të cilet janë të rrit me ndjenjën e besimit, ashtu siç kemi të bajmë edhe me ato breznit e cilet urrejtën në sistemin ateist për në një moshë të thyme ose në një moshë mesatar, si që ishte rreth 40 apo 50 hasin edhe njëherë, rigjetin edhe njëherë kontaktin me besimin katolik. Unë besoj se është një lëvizje reciproke. Pa diskutim, ne kemi nevojë të shkojmë të besimtarët. Gjatë në 10 viteve, pothuajse 10 viteve të fundit, Kisha Katolike Botnore a shënju fuqishëm për magjisterit e Papa Franceskut, i cili pikërisht kishte këtë vizion për kishën që ju e thatë. Një kishë në dalje, një kishë që arrin me depërtu në të gjitha ato, po themi, sferat e ndryshme të jetës njerëzore, arrin me depërtu drejt periferive, arrin me depërtu drejt gjitha të në realiteteve që ndoshta në një 3 ditë nuk janë realitetet klasike të kishë, por edhe këto, Papa Francesku na rikujtoi, do të thotë, riafirmoi këtë realitet ku që kisha duhet shkoj. Prandaj, pa diskutim që kisha duhet shkoj, kisha duhet dalin. Ne jemi një kishë e cila synojmë këtë gjë, jo vetëm drejt limiteve dhe kufive, po themi, të vendit tonë, por dal nga dal jemi duke munduar që shkojmë edhe drejt shteteve të ndryshme të Europës, ku gjenden shqiptare, ku gjenden katolik tonë. Nga ana tjetër, pa diskutim që kisha ka nevojë të ftoj, kisha në madhështinë e vet qëndron palkunun brenda këtij ekuilibrit institucional, por edhe personal, do të thotë institucional, ku kishat, katedralet, domethënë, mishërojnë atë doktrinën e vërtet të pandryshueshme drejt cilit njeriu është i ftuar të shkojë për të hap drejt hyjnores. Pa diskutim për të ndërthuar edhe në këtë dimensionin personal ku këto realitete duhet ju ftohen njerëzit dhe duhet shkojnë të gjajnë njerëzit për t'ju thënë që Zoti është i pranishëm, jo vetëm te kisha, por në çdo situatë të jetës, në çdo kontekst kulturor apo social në cilet besimtarët dhe jo vetëm zhvillojnë jetën e tyre.